Ndotja e rënë nga mbetjet urbane përgjatë Bregdetit të Kavajës dhe Rogozhinës ka vënë në lëvizje institucionet. Prefektura e Tiranës ka ndërmarrë një aksion të gjerë pastrimi në një vije rreth 20 kilometrash, ku situata është përkeqësuar ndjeshëm nga prurjet e lumit shkumbin. Qindra persona të mbështetur nga mjetet të rënda janë angazhuar në terren për të larguar mbetjet dhe për të rehabilituar zonën, e cila në disa segmente paraqitet në gjendje alarmante mjedisore. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjeve të herpasershme, ndotjet nga mbetjet urbane vijojnë të mbetet një nga problematikat më të mprehta në vend, duke kërkuar zgjidhje të qëndrueshme dhe bashkëpunim të gjerë institucional. Ky aksion u organizua nga prefekti i qarkut Tiranë, zotit Shkëlqim Ajdari, me pjesëmarrjen e kryetarit të bashkisë Rogozhinë, zotit Andi Proshka dhe administratës, strukturave ushtarake dhe maturantët e 2 gjimnazistëve të Gosës dhe Rogozhinës. E sipas prefektit të Tiranës, synimi i këtij operacioni nuk është vetëm pastrimi i përkohshëm, por dhe ruajtja dhe transformimi i kësaj vije bregdetare në një plazh publik të denjë për qytetarët dhe turistët. Do ta bëjmë plazh të frekuentueshëm. Dhe meqense ky territor nuk ka edhe biznese, ky do vend shërbim publiku. Me çadra, do ta shikojmë ku do të gjenden çadrat, vetë bashkia, dhe nga njëra anë do t'i ofrojmë një perl që është mbuluar ato pistillet që shikoni ju, njerëzve. Dhe do mundohemi që vetë pastaj bashkia edhe agjencitë e tjera ta mbajnë të territor të pastër, të paktën derisa të mbarojë sezoni turistik në fund tetorit. Llogarisim që për 10 ditë 7 kilometrin ta bëjmë të frekuentueshëm për çdo njeri që do të vit bëj plazh në këtë territor kaq të bukur. Nesër do jemi në Kavaj. Fillojmë nga territori i Kavajës si ndahet me Durrësin nga vendi i tyre për të bashkuar në mas 7 kilometra që bashkohemi. Dhe shpresoj që me këtë organizim që kemi bërë, këto rreth 20 kilometra që mbulohen nga qarku i Tiranës do jenë model i plazheve me shumicë publike për shkak të numrit të vogël të bizneseve që ka këtu. Aksioni pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, si pjesë e një plani më të gjerë për përmirësimin e kushteve mjedisore dhe rritjen e cilësisë së ofertës turistike.